ju kërkuat dhe ne krijuam për ju. Pikërisht jam sot për t'ju thënë se kurset e reja do të zhvillohen krejtësisht ndryshe nga kurset që janë zhvilluar deri tani në grup apo në individual. Çfarë ka ndryshe te këto kurse? Këto kurse do të jenë të regjistruara. Pra, me video të regjistruara. Klasa do të jenë të regjistruara, por me një ndryshim, jo të regjistruara dikur dhe thjesht do të hidhen tek ju, do të shpërndahen tek ju, por do të jenë të regjistruara brenda muajit përkatës. Pra, do fillojmë në nëntor, do jenë të regjistruara brenda nëntorit. Dhe kjo do të thotë e përkthyer ndryshe që do jenë me të gjitha update-imet në kohë reale që Canva bën dhe çdo aplikacion tjetër bën. Nuk do të keni klasa të vjetra që do t'ju hidhen për t'i parë. Do të jenë një lloj si të gjitha kurset që kemi zhvilluar deri tani, pra klasa do të zhvillohen në kohë reale, por jo live. Jo live, sepse problemi i madh që ne kemi patur kanë qenë pikërisht mungesa e kohës së lirë të përbashkët për gjithë anëtarët e grupit dhe të përbashkët për personin që kërkon të mësojë, ose ndryshe nxënësin ose studentin, dhe mësuesin, personin që kërkon ti mësoj diçka. Prandaj, ju e kërkuat dhe ne e kemi sjell. Në datë 14 nëntor 2025, pra këtë nëntor, do të fillojnë dy kurse. Dy kurset që do kenë të këtë strukturë që ju thash. Do me thënë, kursi parë është 1 mujor ose 4 javor, dhe në fund të 4 javëve do krijohet mundësia për një konsult të përbashkët live, që do të zgjasë derisa të sqarohen të gjitha paqartësitë. Dhe e njëjta gjë do të ndodhi dhe me kursin që do të fillojë në datë 14 dhe do të zgjasë 6 muaj, dhe pas 6 muajve do të kemi një konsult të përbashkët individuale, private, që do të sqarohen të gjitha paqartësitë që ju keni. Ndryshe nga çdo gjë tjetër është sepse ne do të vazhdojmë dhe pas marrimit të kursit për gjatë një viti nga fillimi i kursit, pra 14 nëntor 2025, 14 nëntor 2026, do jeni me mua, vetëm me mua, jo me persona të tjerë, në kontakt për gjitha paqartësitë që ju keni dhe për të gjitha update-imet që Canva dhe aplikacionet të tjera do të bëjnë. Për çdo detaj tjetër, informacione, shtesë, do më kontaktoni ose do klikoni te linku që keni në bio kurset tona. Aty do të gjeni më shumë detaje, por në qoftë se dëshironi informacione shtesë, më kontaktoni në privat dhe unë do t'ju përgjigjem. Për sa i përket kurseve, keni të bëni vetëm në komunikim me mua, jo me pjesën tjetër të grupit tonë të punës. Ju uroj një ditë të bukur.